Përshëndetje, sot e dini që është 18 prilli, dita e dëshmorëve të Prishtinës, ku në të gjitha pjesët e Prishtinës bëjmë homazhe, sot si gjithmonë, si çdo herë, edhe me komandant Sopin, me komandantë të tjerë që na bashkangjitin sot, me generalet që t'ju bëjmë homazhe, t'i respektojmë dëshmorët, herojnë tonë, po ashtu edhe respekt ndaj familjeve të dëshmorëve, herojve tonë, me këtë datë të madhe, për sakrificën që dëshmorët e kanë dhënë për vendin tonë, që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë pavarësinë, ta gëzojmë demokracinë dhe të jemi të lirë të planifikojmë për të ardhmen e vendit tonë, për të ardhmen e popullit tonë. Të njëjtën kohë, këtu në sheshin Zahir Pajaziti, sot e kemi edhe një kombi këtu, ku qytetarët e kryeqytetit munden me na u bashkangjit për me dhonë gjak. Gjaku shpëton jetë, prandaj ju lus të gjithëve që janë të shëndetshëm edhe kanë mundësi që të na bashkangjiten sot këtu në sheshin Zahir Pajaziti edhe të dhurojnë gjak. Përveç që shpëtojmë jetë, është edhe një gjë e shëndetshme edhe për ata që dhurojnë gjak. Prandaj është ashtu win-win, thonë, fitore në dy anët. Edhe i falenderoj secilit prej qytetarëve që deri më tash kanë dhënë gjak, edhe të vazhdojmë që gjatë kësaj dite të madhe, po ndoshta edhe ditë të tjera, që të shpëtojmë jetë tash në kohën e paqes. Faleminderit. Lavdi dëshmorëve, lavdi sakrificës të tyre, lavdi të gjitha familjeve, edhe faleminderit të gjithë qytetarëve. Jemi sot në nderim të atyre të cilët i dhanë kuptim jetës sonë, jemi në nderim të atyre të cilët janë më meritorë për lirinë që e gëzojmë ne sot. Lavdi jetës, veprës dhe heroizmit të gjithë dëshmorëve, respekt për të gjithë luftëtarët e lirisë, nder dhe respekt për popullin tonë liridashës. E vira alku të zezave.